Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një fenomen që tingëllon si skenuar filme, por që shumë njerëz pretendojnë se e kanë përjetuar në jetën reale. Njerëz që flasin në gjumë është diçka e zakonshme, por ka raste kur familjarët apo partnerët raportojnë diçka shumë më të çuditshme. Personi që flet fillon të flasë në një gjuhë që nuk e njeh. Fjalë që duken të strukturuara, tinguj që ngjajnë në një gjuhë të huaj, madje ndonjëherë edhe me dialekte të vjetra. Për ata që e dëgjojnë, përjetimi mund të duket i prekshëm ose paranormal. Por çfarë ndodh realisht në tru në ato momente? Në këtë video do të kuptojmë se disa njerëz flasin gjuhë të panjohura në gjumë. Çfarë thot neurologjia dhe pse ky fenomen duket kaq misterios? Çfarë është të folurit në gjumë? Është një çrregullim i legjumi ku personi flet pa qenë i vetëdijshëm. Mund të ndodhë në çdo fazë të gjumit, por është më shpesh gjatë fazave të lehta dhe gjatë tranzicionit mes fazave. Fjalët mund të jenë të paqarta, fjali të plota ose thjesht tinguj pa kuptim. Shumica e njerëzve që flasin në gjumë nuk e mbajnë mend fare. Pse duket sikur është një gjuhë e panjohur? Këtu fillon misteri. Truri gjatë gjumit nuk përdor të njëjtat filtra logjik sikur jemi zgjuar. Qendrat e gjuhës aktivizohen pjesërisht, ndërsa qendrat e arsyetimit janë më pak aktiv. Rezultati është një gjuhë e çrregullt që përzihen fjalë reale, tinguj të rastësishëm, fragmente kujtimesh dhe struktura fonetike që ngjajnë me një gjuhë ekzistuese. Për dëgjuesin kjo mund të tingëllojë si gjuhë e huaj, por në fakt është prodhim spontan i trurit. Roli i kujtesës së fshehtë. Truri regjistron shumë më tepër informacion se sa mendojmë. Mund të dëgjoni një gjuhë të huaj në film, muzikë, rrjete sociale apo biseda, dhe ta harroni plotësisht në mënyrë të vetëdijshme, por informacioni mbetet i ruajtur në ndërgjegje. Gjatë gjumit, kur filtrat racional bien, këto fragmente mund të dalin në sipërfaqe. Personi mund të artikulojë tinguj që i ka dëgjuar dikur, pa e ditur që i de. Ëndrat dhe aktivizimi i qendrave të gjuhës. Kur shohim ëndra intensive, zonat e trurit që lidhen me të folurin dhe dëgjimin aktivizohen pothuajse si në realitet. Nëse në ëndër po komunikoni me dikë, truri mund të përpiqet ta verbalizojë dialogun edhe fizikisht. Por për shkak se koordinimi motorik është i pjetshëm, fjalët dalin të shtrembëruara ose të pakuptueshme. Kjo është arsyeja pse të folurit në gjumë shpesh duket si dialog me dikë që nuk ekziston në dhomë. Cilët janë faktorët që e rrisin fenomenin? Disa gjendje e bëjnë më të shpesh të folurin në gjumë. Stresi emocional është një ndër më të fortët. Trurimi i ngarkuar vazhdon të përpunojë informacion edhe gjatë natës. Privimi nga gjumi, ethet, alkooli dhe çrregullimet e tjera të gjumit gjithashtu e rrisin probabilitetin. Tek fëmijët është edhe më i zakonshëm, sepse sistemi nervor është ende në zhvillim. A ka lidhje me fenomene paranormale? Historikisht, njerëzit që flisnin gjuhë të panjohura në gjumë janë të lidhura me posedime, shpirtra apo fenomene mistike, por studimet neurologjike nuk kanë gjetur asnjë provë për këtë. Fenomeni shpjegohet me aktivitet të pjetshëm të qendrave të gjuhës, kujtesë të nëndërgjegjshme dhe përgjegjje tingujsh gjatë ëndrave. Pra është një iluzion i krijuar nga mënyra si truri përpunon gjuhën gjatë gjumit. Kur duhet shqetësuar? Në shumicën ndërmuese të rasteve, të folurit në gjumë është i padëmshëm, por nëse shoqërohet me ecje në gjumë, frikë note ose lodhje ekstreme ditore, atëherë mund të jetë pjesë e një çrregullimi më të gjerë të gjumit dhe kërkon vlerësim profesional. Ideja dikujt që flet gjuhë të panjohura në gjumë duket misterioze, madje edhe e frikshme. Por pas këtij fenomeni qëndron një kombinim i kujtesës së fshehtë, ëndrave aktive dhe çrregullimeve të lehta të gjumit. Truri nuk pushon kurrë plotësisht. Edhe kur fleni, ai vazhdon të krijojë, përpunojë dhe rikombinojë informacion. Dhe ndonjëherë ajo që prodhon tingëllon si një gjuhë nga një botë tjetër, sepse mendja njerëzore është vendi ku lindin misteret më të mëdha. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.